Ne do të vjem të flasim për fushatën elektorale kur na ndajnë edhe 10 ditë nga zgjedhjet e 11 majit. Me mua studio është bashkuarish drejtuesi i policisë, zoti Shemsi Prençi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjela. Fushata ka hyrë në 10 ditëshin e fundit edhe ka shumë akuza për ndërhyrje të krimit të organizuar. Si e keni parë ju fushatën, ndoshta që prej fillimit të saj dhe deri tani? Në fakt kam menduar që pas shpalosjes së një strategjie nga SPAK-u se do të kishte një kontroll të territorit për të parandaluar krimet zgjedhore, por sondazhet e bëra javë pas jave, sidomos sondazhet e bëra në nivel rajonal, në nivel qarku, kanë tensionuar situatën atje ku Partia Socialiste, që është parti në pushtet, del negativisht në raport me rezultatet e vitit 2021. Dhe kryesisht ka probleme në Shkodër, ka probleme në Elbasan, ka probleme në rajonin e Durrësit, ka probleme në rajonin e Tiranës dhe të Fierit. Çuditërisht, edhe duke ndjekur prononcimet e kryeministit të Shqipërisë në raport me sulmin që i bën opozitës dhe partive të reja, del hapur se i bën përshtypje 1 milion euro apo 2 milion euro dhe nuk flet asgjë për situatën që është mbërthyer në Elbasan për shkak të inceneratorit, situatën e plerave në Tiranë për shkak të mungesës së inceneratorit, situatës së rënduar në rajonin e Durrësit dhe të Shijakut për shkak të korrupsionit masiv me parkun e Porto Romanos, të cilat ishin të gjitha tendra dhe koncesione korruptive, të cilat janë të gjitha çështjet në SPAK. E njëjta gjë është në rajonin e Firit me inceneratorin jo në punë, me probleme që për çdo javë digjen plerat në natyrë. Pra, duke marrë në konsiderat edhe udhëheqësit politik të Partisë Socialiste në Tiranë, të Partisë Socialiste në Firë, të Partisë Socialiste në Shkodër dhe të Partisë Socialiste në Durrës e Elbasan, del në pa se pikërisht ata persona që janë përgjegjës për mos realizimin e inceneratorëve dhe funksionimin e tyre, kanë shkuar në nivelin e sondazheve të cilat rrahin tek barazimi ose në favor të opozitës. Tashmë, Partia Socialiste ka thirrë në armë ata pak banda që i kanë ngelur pa u futur në burg dhe bëhet fjalë për disa grupe kriminale të Elbasanit, të Durrësit, të Shkodrës dhe të Fierit, për t'i vënë në ndihmë të politikës. Këto janë shenja që janë konstatuar, madje janë të përfshira dhe në raportin paraprak të misionit të OSBE Odirit, si një politik e bipolarizuar në ekstreme, në raport me shumë problematika, për të cilat mendoj që situata duhet përmirësuar me ndërhyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të SPAK-ut dhe të BK-s. Përfshi këtu edhe strukturat e policisë që janë përfshirë në strategjinë e parandalimit të krimeve zgjedhore në gjithë Shqipërinë. Ajo që ka mu po më bën përshtypje 4 ditë të funit është transmetimi i implikimit në veprimtari kriminale për krimet zgjedhore të grupeve kriminale dhe të patronazhistëve të Partisë Socialiste në Greqi. Është situata më e keqe ndonjëherë për votën, edhe pse Greqia është vend i Bashkimit Evropian, ka patur probleme me qendrat e shpërndarjes së zarfeve të votave, pasi të fletëve të votimit e keni fletëve të votimit, zarfeve të votat, të cilat pretendohet që Greqia nuk ka adresa. Kjo është një pretendim i papranueshëm, edhe për faktin se Greqia është vend i Bashkimit Evropian, së dyti është vend që nëpërmjet këtyre adresave qytetarët shqiptar kanë aplikuar dhe janë regjistruar në zgjedhje, dhe çuditërisht tani ka pretendime autoritetet greke dhe sidomos DHL-ja që nuk gjejmë adresat për të veçuar në shtëpi. Ky pretendim krijon një anarshi në zyrat e DHL-s, duke thirrur, duke shkuar, duke ndikuar grupe kriminale me patronazhistat e PS-s për të marrë vota kolektive. Unë mendoj dhe i bëj thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, SPAK-ut dhe BK-s, pavarësisht kompetencave territoriale, se nuk ka kompetenca SPAK-u për Greqi, por sidomos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili e ka për kompetencë për shkak të kontratës që ka me DHL-n,
për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve, vajtjen dhe kthimin në mënyrë të rregullt, që të ndërpresin në mënyrë sa më të shpejtë të mundur anarshinë e krijuar në zyrat e DL-s në gjithë Greqinë, me qëllim që të ndërpritet votimi kolektiv apo tërheqja e zarfeve nga individ caktuar, sepse ky proces mundet të shkojë edhe drejt mosnjohjes së zgjedhjeve të emigrantëve në Greqi, për shkak të rasteve të shumta që ka. Gjithsesi, SPAK-u i ka mundësit me autoritetin që ka, edhe në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe në bashkëpunim, edhe duke bashkëpunuar, edhe me përfaqësuesit e partive politike të cilët mbulojnë diasporën, që të evidentojnë raste flagrante të tjetërsimit të votës, të vullnetit individual të qytetarëve shqiptar, të cilën po e deformojnë patronazhistët e PS-s dhe disa grupe kriminale të cilat janë futur në lojë kohët e fundit nga Partia Socialiste si varianti i fundit për të shpëtuar nga humbja që parashikohet. Dhe me qenë se po flasim për grupet kriminale, një nga bandat që vetëm sundoi qytetin, por edhe organizoi jetën e tij politike ishte dhe ajo e Suel Çelës. A do të ketë ndikim në këto zgjedhje pikërisht kjo bandë? Bandat kriminale gjithmonë kanë qenë të forta kur kanë bashkëpunuar me politikën, sidomos me politikën në pushtet. Nëse SPAK-u do të ndërpres me gjithë institucionet e zbatimit ligjit në Shqipëri me të cilët po bashkëpunon për strategjinë e parandalimit të krimeve zgjedhore, nëse SPAK-u do të arrijë ta ndërpres bashkëpunimin politik krim, atëherë nuk do të ketë ndikim. Nëse SPAK-u do të qëndrojë tërhequr dhe nuk do të qëndrojë në terren, pasi kreu i SPAK-ut Aldin Dumani ka thënë që do të jemi të përqendruar bashkë me BKH-n dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, prokurorinë e përgjithshme dhe prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm në rajon Qarku. Do të jemi në krye të detyrës dhe do të zbresin edhe të jenë në Elbasan, të jenë në Fier, atje ku autoritetet shtetërore po veprojnë me forcë për shkak të deklaratës dhënë nga zëvendës kryeministri i Shqipërisë që unë do ta çoj 11 me 5 do ta çoj Fierin, dhe duke angazhuar gjithë strukturat e shtetit edhe gjithë grupet kriminale në Fier, duhet që SPAK-u të zbresë, sidomos për jashtuar Tiranën, duhet me urgjencë të përqendrojë vëmendje sidomos në rajonin e Elbasanit, në rajonin e Fierit dhe në rajonin e Shkodrës. Pa përjashtuar Lezhën dhe Shkodrën, sepse këto janë rajonet më të inkriminuar dhe rajonet që historikisht Partia Socialiste ka përdorur grupet kriminale, ato që i ka ushqyer me fonde publike, me tendra, me koncesione, dhe tani u kërkon kthimin e restos për zgjedhjet. Këtu nuk bëhet fjalë për të humbur apo për të fituar një parti politike. Këtu bëhet fjalë për të fituar demokracia, për të ndaluar instalimin e një regjimi me një parti të vetme, për një fakt, sepse demokracia nuk mund të funksionojë po nuk pati rotacion politik dhe po nuk pati respektim të votës së lirë. Po që se SPAK-u dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, të cilat janë pjesë e strategjisë për parandalimin e krimit zgjedhor, për hetimin dhe ndëshkimin e gjithë atyre politikanëve dhe zyrtarëve të institucioneve shtetërore, të cilët vijnë në dispozicion të politikës duke injektuar dhe krimin grupet kriminale për të tjetërsuar votën, atëherë ne nuk bëjmë fjalë për demokraci dhe votë lirë, po bëjmë fjalë për instalimin e një regjimi që me të drejtë qytetarët pastaj thonë votën e kemi dhënë tjetër kund dhe na ka dalë tjetër kund. Dhe kjo nuk duhet ndodhë më në Shqipëri. Unë shpresoj që raporti paraprak i OSBE-Odirit tjetë një këmban alarmi për gjithë institucionet ligjzbatuese në mënyrë të veçantë për SPAK-un dhe BKH-n, tek të cilat opinioni publik përgjithësisht vërtetës ka një besueshmëri që kalon mbi 73%. Dhe unë kam një besim që do të ndërhyjnë në momentet caktuar për t'i thënë qeverisë që nuk t'i njohë zgjedhjet ose për të ndëshkuar një grup kriminal që nesër të jetë shkas për të mos u njohë zgjedhjet, qoftë ato të Greqisë, qoftë atje ku veprojnë grupet kriminale. Suel Çela, sipas hetimeve të SPAK dhe përgjimeve të dala nga Sky ECC, ka kryer të gjitha emërimet në Elbasan, në administrat, por jo vetëm. Do ketë ndikim në këto zgjedhje fakti se dosja e tij tashmë është në hetim, nisur edhe nga fakti që BKH zgjodhi Elbasanin për të zbarkuar para disa javësh në një aksion dhe jo një qytet tjetër? Ne kemi analizuar dhe në këtë studio dhe në studio tjera televizive se si ka vepruar Suel Çela për emërimin duke filluar nga gjyqtar e prokuror, nga drejtorish dhe përfshi edhe këshilltar ministrësh në qeverinë qendrore. Grupi i Suel Çelës është një grup i veçantë për sa i përket ndikimit në administratën publike. Normalisht ushtarët
ose të emruarit me paratë e Suel Qeles, apo me kërcënimin e Suel Qeles, apo me ndikimin e Suel Qeles, është evident në administratën publike në qendër dhe në rajonin e Elbasanit. Pikërisht për këtë arsye, SPAK-u tashmë i ka të evidentuar të gjithë këto personazhe. Madje kur i kemi të evidentuar ne me burimet tona të informacionit, normalisht që SPAK-u i ka, sepse SPAK-u i ka me përgjime. I ka më keq se dosja 184 në Dibër, ku dilnin deputetët e Partisë Socialiste përfshi dhe kryeministrin, duke biseduar me drejtorët e shërbimeve, të gjitha shërbimeve duke filluar nga OSHE-ja, drejtor spitalesh, që sot janë në burg shumica, në arrest shtëpie drejtoria e spitalit të Dibrës, e të gjithë personazhet që kanë biseduar me kryeministrin dhe ministrat, shefi komisariatit që përfundoi në burg dhe tashmë është i përjashtuar nga policia e shtetit. Pra, SPAK-u i ka më së miri të evidentuar të gjithë zyrtarët e lartë në administratën qendrore, që janë miq të Suel Qeles, zyrtarët lokal që janë drejtorishë rajonale, duke filluar nga arsimi, nga rrugët, nga shërbimet, i ka të gjitha të evidentuar, dhe unë jam i bindur që SPAK-u ka forma dhe metoda për t'i mbajtur nën mbikëqyrje dhe për t'i kontrolluar në çdo sekond të 24 orëshit. Unë jam i bindur që SPAK-u do të godas fort në Elbasan, kam bindjen time absolute duke patur parasysh integritetin e pjesës më të madhe të prokurorëve dhe të oficerëve të BKH-s, të cilët nuk do ta lënë të qetë Elbasanin, dhe unë jo për të qetësuar veten, por këtë e bëj edhe për të qetësuar opinionin publik dhe të gjithë ata kandidatë që kandidojnë për gjitha forcat politike në Elbasan, në Fier dhe në gjithë Shqipërinë, për të patur një optimizëm që të trokasin të kërkojnë votën e shqiptarëve. Këtë e bëj jo vetëm si ish drejtues policie, po edhe si kandidat i një force politike që unë bëj pjesë, me qëllim i koalicionit Euroatlantik, me qëllim që të mos tremen qytetarët duhet të kenë shpresë tek partitë e reja si alternativa që ndihmojnë demokracinë në Shqipëri dhe të mos tremen nga grupet kriminale, por të bëjnë kujdes, të sigurojnë një fotografi, të sigurojnë një video, të sigurojnë një provë për të denoncuar në mënyrë të vazhdueshme tek gjithë institucionet ligjzbatuese tendencat që kanë parti të ndryshme politike dhe grupe kriminale për të tjetërsuar vullnetin e shqiptarëve. Shikos, më shtrenjtë se gjithçka, edhe mandati i një deputeti apo të një tjetri, është të mbrojmë demokracinë. Po nuk mbrojtën demokracinë, ne do të shkelim mbi mundin dhe djersën e baballarëve tanë, të cilët e vranë frikën në vitin 90-91, bashkë me ne, dhe pastaj të shërbejmë për të garantuar demokracinë për brezin e ri që vjen, për fëmijët tanë, për nipat dhe mbesat. Për ndryshe, po që se ne do të paraqesim Suel Qelen si një gërgële që nuk e ndal ka populli dhe nuk e ndal ka një institucione shtetërore, përfshi që i duhet qeverisë, partisë politike në pushtet, por populli i ndershëm dhe integriteti i shumë zyrtarëve të shtetit në çdo institucion ligjzbatues, flas për ata që janë pro të demokracisë dhe pro të vërtetës, është më i madh se Partia Socialiste, është më i madh se ca oficerë që janë pjesë e grupeve kriminale, të cilët du të jenë ndërgjegjësuar që shokët e tyre kanë shkuar në burg, dhe me këtë lloj fryme besoj që mbrohet vota e lirë, mbrohet demokracia. Luan Tabaku del se në vitin 2022 me ndërhyrjen e Suel Qeles është emëruar në detyrën e administratorit të shoqërisë sujsjellës kanalizimeve në Elbasan. Ju thatë që ka edhe në poste të tjera. Ka të dhëna për emra të tjerë konkret? Absolutisht i kemi thënë në këtë studio, unë sot për faktin që unë jam kandidat për deputet i koalicionit Euroatlantik, nuk do të flas me emra, por jo një. Sot aktualisht në prokurin e Elbasanit, në gjykatën e Elbasanit, ka emër të dirigjuar nga Suel Qela. Absolutisht nuk bëhet fjalë, që janë ndihmuar në ndërhyrjen e Suel Qelës deri në nivelet e larta të politikës dhe të Këshillit të lartë prokurisë, KLP-s dhe KLG-s. Këto janë të bëra publike, madje ka dhe drejtorë të tjerë nga më të ndryshmit unë Luan Tabakun e njoh vetë personalisht, si person, që kur kam qenë drejtor policie, dhe ma çfarë nuk pritet nga këto kategori njerëzish, të cilët për të garantuar vazhdimsinë e tyre, bëjnë kompromis edhe me djallin, jo ma me botën kriminale. Keq më vjen,
A e kupton pse duhet të shkoj deri në ato që Luan Tabaku ka qenë me doganat, ka qenë me gjitha sistemet e punë, ka qenë drejtor spitali, ka qenë, por të shkojsh dhe të përfundoj Luan Tabaku, të vjetë ushtari Suel Qelës, dhe të futët në punë me ndërhyrjen e Suel Qelës, kjo është një keqardhje për një intelektual i cili noton në ujrat të turbullta të botës krimit. Por mos harrojmë, Elbasani ka shkaktuar viktima në zgjedhjet që kaluan. Dhe edhe viktima që është shkaktuar, edhe të plagosurit, edhe dëmet dhe pasojat se ka njerëz që janë në burge, ka njerëz që nuk jetojnë më, janë si rezultat i karikimit që erdhi ditën e verës nga kryeministri i Shqipërisë kur përplasën duart me gjithë botën e krimit të Elbasanit, të cilët ju vërsulën kundërshtarëve politik duke i rrahur me grushta ditën e verës, ditën e festës, simbol për Elbasanit dhe për gjithë Shqipërinë. Dhe SPAKU dhe BKH-ja duhet t'i rikthejnë këto video për t'i evidentuar të gjithë këto eksponent të botës krimit në Elbasan, për t'i mbajtur në mbikëqyrje të vazhdueshme dhe për të verifikuar të gjitha eksponentët që janë, që të mos i përmendni me emra, se unë i përmend dhe me emra, se kam problem fare, të gjithë drejtorët rajonal të Elbasanit, 50% e tyre, si rezultate i një marrëveshje të bërë me një ministër të qeverisë së Edi Ramës, janë emëruar nga ndërmjetësimi i Suel Qelës. Dhe këtë du ta ketë në mënyrë permanente, du ta ketë në qendër të vëmendjes SPAKU dhe BKH-ja. Ta marrin listën e drejtorëve dhe ta shikojnë lidhjet parafisnore dhe lidhjet kriminale që kanë këto drejtorë të drejtorive rajonale me Suel Qelën dhe bandën e tyre, siç ndodhi me ish prokurorën. Po, me zonjën Pajtime Fetahu. Pajtime Fetahu. Dhe atëherë do të zbardhet e vërteta. Shiko, nëpërmjet strumbullarit Pajtime Fetahu dhe Suel Qelës del gjithë skema e Suel Qelës që është në administratën publike në rajonale të Elbasanit. Çfarë roli ka grupi Suel Qelës në aktivitetet e paligjshme të lojrave të fatit dhe nëse ka gisht apo ka një rol të rëndësishëm? A mund të themi që parat nga bastet dhe lojrat e paligjshme të fatit do investohen në fushat për interesat e tyre? Shiko, sot një nga fenomenet kryesore që ka plasur në Tiranë sidomos është blerja e votave nëpërmjet hapjes së lokaleve të lojrave të fatit. Pra janë disa operatorë që kanë marrë licenca për lojra fati, të cilët në këmbim të votave ju hapin lokale, ju hapin user personale tjere. Ky fenomen mësë shumë të ka shpërthyrë në Tiranë, ka shpërthyrë dhe në Elbasan, ka shpërthyrë dhe në Fier, ka shpërthyrë dhe në Durrës dhe ka shpërthyrë dhe në Shkodër. Grupet caktuar të disa eksponentëve të Partisë Socialiste që janë kandidat për deputet në listat hapura dhe partive patericat tjere, janë në funksion të blerjes së votës nëpërmjet licencave të lojrave të fatit. Këtë, në dijenin time, e ka në mbikëqyrje SPAKU si fenomen, dhe normalisht që në këmbim të këtyre licencave dhe të kësaj lirie veprimi, edhe pse s'kan dalur ende aktet normative, se prandaj nuk janë hapur, nuk janë qelur lokalet hapur në kuptimin e reklamave tjere, është për shkak se nuk është kompletuar kuadri ligjor, është miratuar ligji, por nuk ka dalë vendimi Këshillit të Ministrave, aktet normative nga ministrit përkatëse, nga Ministria e Ekonomisë e tjere, se si do të funksionojë një lokal i lojrave të fatit, apo një qendër kazinoja, apo një tjetër. Pra, për këtë shkak, janë ende konsiderohen se këto lojra fati nuk funksionojnë me bazë të plot ligjore, por funksionojnë mbi bazën e mbrojtjes nga policia e shtetit. Si rregull, policia e shtetit duhet i fshinte të gjitha, duhet i kapit i fusën burg, por funksionojnë se kanë mbështetjen e fuqishme të deputetëve, të ministrave të Partisë Socialiste. Për të shkuar tek përdorimi i parave, absolutisht në mënyrë kategorike nuk ka favor nga qeveria që t'i bëhet një apo dy individit pa këmbimin e votës, pa këmbimin e kontributit. Pra këto grupe kriminale duhet të kontribojnë me vot të Partia Socialiste në rajonet caktuar, në rajonet dhe madje dhe të matshme, për t'i krijuar mundësinë e certifikimit të kësaj licence apo të atij lokali apo të asaj kazinoje. Kjo është një marrëveshje pothuajse e hapur, nuk mund të themi që është marrëveshje de jure, por është de facto e eksponentëve të Partisë Socialiste, ministrave, deputetëve, me personat që kanë marrë licencë ose janë të favorizuar për ta marrë një licencë, ose janë lidhje e një deputeti që ka marrë licencë, të cilët
kanë premtuar që do t'japim këtë kontribut, do nxjerrim këtë rezultat në Elbasan, këtë rezultat në Fier, këtë rezultat në Durrës dhe në të pastajme të shpërblehen nga qeveria. Si radhën e parë, ku fill pas zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve 2021-shit, grupet kriminale morën tendra, rrugësh nga 30 milion, 70 milion, 20 milion. Pra, kjo është e lexueshme. Çfarë është sot në terren, janë dy mundësi. Spaku dhe BKH-ja në bashkëpunim me institucionet e tjera ligjzbatuse, por në mënyrë veçantë unë i bëj thirrje. Çdo kandidati për deputet, çdo parti politike opozitare që nuk është e implikuar me këtë pislik që mban peng demokracinë dhe votën e lirë, t'japin kontributin për të siguruar ato që thash. Një provë në dispozicion të organeve ligjzbatuse dhe për t'i provuar pastaj që spaku do t'i shkojë deri në fund asaj prove që ti ke siguruar, apo do të neglizhojë dhe do të terrorizohet nga politika. Se në fakt edhe spaku, për hir të vërtetës, është në një gjendje jo të mirë dhe jo të favorizueshme, për shkak se kërcënohet nga politika, qoftë politika në qeveri, qoftë politika në opozitë. Pra spaku duhet të çlirohet nga këto kërcënime dhe duhet të ketë mbështetje, sidomos partitë e reja, të cilat nuk e kanë në planin e tyre braktisjen e spakut, por e kanë mbështetje 100% për spakun, 100% për organet e reja të drejtësisë, me qëllim që krimi dhe korrupsioni zgjedhor, krimi dhe korrupsioni dhe abuzimi me fondet publike të marrë fund një herë për gjithmonë, që të mos ketë më burime financimi parash, si që ndodh ajo me 6 milion euroshin e Partisë Demokratike, apo si që ndodh me ata 130 milion euro, apo 200 milion euro të Partisë Socialiste që na kanë premtuar për incenerator dhe sot në kronikat tuaj kishe plera në Tiranë, plera në Elbasan, kriza në Këshillin Bashkiak, pikërisht për mos funksionimin e inceneratorit, djegjet hapur të plerave në zonën e Shijakut në Hardhisht, që është vendi më i turpshëm sot për sot, që është jo më larg se 5-6 kilometra nga via bregdetare ku do të zbarkojnë me miliona turist, dhe turpi më i madh pastaj në Durrës dhe në Fier, që çdo ditë digjen plera në Porto Romano dhe në vend grumullimin e plerave në Fier. Për këtë gjendje alarmante, jemi drejt fundit, zoti. Këtë gjendje alarmante duhet ta kishte ndaluar qeveria, po t'ishte e pastër dhe po t'ishte në mbrojtje të votës lirë, por tashmë t'japin kontributin kandidatët për deputet të opozitës dhe në mënyrë të veçantë SPAK, BKH dhe organet ligjzbatuese në terren. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit ju.